Presidenti Bayram Begaj dekretoi emrat e rinj të kabinetit qeveritar. 2 ditë pasi kryeministri Edi Rama i dorëzoi emërimet, kreu i shtetit hodhi firmën. Tashmë hapi i radhës mbetet votimi në parlament, ku mjafton një shumicë e thjesht prej 71 votash për të konfirmuar ministrat e rinj. Por antarët e rinj të kabinetit qeveritar do të rikthehen sërish në presidencë për t'u betuar dhe pas kësaj marrin zyrtarisht detyrën. Këto ndryshime në kabinetin qeveritar erdhën pas pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërsa tashmë numri 2 i qeverisë do të jetë Albana Koçiu. Vendin e saj si ministre e brendshme e mori Besfort Lamallari. Toni Gogu do të jetë ministri i ri i drejtësisë, ndërsa ministre për marrëdhëniet me parlamentin do të jetë Eriona Ismaili. Jashtë kabinetit mbeti Elisa Spiropali, e cila pasohet nga Ferit Hoxha. Ky i fundit përpara dekretimit u lirua nga detyra si ambasadori i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Postin e ministrit të mbrojtjes e la edhe Pirovengu, teksa vendin e tij e zuri Ermal Nufi. Ndërkohë, Enea Karakaçit, Edi Rama i besoi postin e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë.